Tani Turkia këtu edhe I miri nuk bëhet, edhe I keqja nuk bëhet, një strategji sepse po I balanson. Vërtet, Turkia është aleati I NATO-s, është antari I NATO-s, vetëm edhe nuk do ta prishë edhe atë miksin me Iranin, sepse afërsisht 3 miliard euro zyrtarisht një ekonomika, këto janë vetëm ekonomi që janë firmosur, originale, edhe pa zyrtarisht, ky është një ekonomika, edhe ajo nuk dihet, vetëm me Iranin, derisa të filloj kjo bashkimi, ose kjo lufta, po të mos dale, edhe sistemi ose regjimi po të mos ndryshohet, Turkia do të ketë një avantazh, sepse atje të gjithë populli I Iran, atje to jetojnë, Turkia nuk do ketë një rrezik për emigrim, më rrezik e madhe për Turkinë, kjo është për këtë moment. E qartë. Ndërkaq Zoti Bora, nëse tensionet përshkallëzohen, baza ushtarake amerikane në Turqi dhe bashkëpunimi brenda NATO-s marrin një rëndësi tjetër të veçantë. Sa e gatshme është në këtë moment Turqia të mbështesë realisht një operacion amerikan kundër Iranit? Tani Turkia vërtet shumë vjeçare, Turkia ka zonat forcat e Amerikës në Adana në Incirlik, ose në zonën e Irakut ose në zonën e Surisë, edhe kur do herë ato operacionet, ato avionet ushtarak nga ajo zona ngrihen, edhe tani ushtria e Turqisë është forcuar këto vitet e fundit edhe me dronet, edhe me teknologjinë më të fundit, me satelit, me çdo gjë, edhe Amerikës kur do herë I jep mbështetje, edhe Amerika kështu një shans ka, nga Turkia ose nga Azerbajxhani, ka një ndihmë, ka një mbështetje, edhe ashtu do të vazhdoj, ashtu do të kaloj, ashtu po pres. E qartë. Ndërkaq Zoti Bora, duke pasur parasysh dhe presidentët në Irak, Siri dhe Afganistan, opinioni publik ndërkombëtar ndoshta është skeptik ndaj një ndërhyrje ushtarake. A ka shubaje sot legitimitetin ndërkombëtar për një ndërhyrje të tillë ndaj Iranit? Për këtë moment, një operacion për forcat speciale ose një forca ushtarak nga çdo anës të Amerikës, nuk besoj, vetëm këta legionerët ose këta forcat e NATO-s, ky është një ndihmë I japin, edhe disa nga ato anijet ushtarake amerikane, ky është një mbështetje I japin në këtë operacion, koha do ta tregoj, vetëm për këtë moment më përpara ky është bombardoi Izraeli, ashtu një operacion po pres. E qartë. Mirë, Zoti Bora, kalojmë tek Ukraina, Rusia dhe Ukraina. Presidenti I Ukrainës Volodymyr Zelenski ka deklaruar se është tashmë I gatshëm të negociojë çështjet e vështira drejt për drejt me homologun e tij rus Vladimir Putin, me qëllim këtu pra arritjen e një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës midis të dyja vendeve. Duke qenë Zoti Bora se presidenti Zelenski shpreh gatishmërinë për negociata direkte me homologun e tij rus Vladimir Putin, sa reale është kjo si një mundësi diplomatike dhe çfarë sinjali I jep ndërkaq dhe komunitetit ndërkombëtar? Vërtet, tani Zelenski do ta mbaroj luftën, vetëm Putini atje ato minerat ose ato humbjet ekonomike I kërkon nga Ukraina, edhe Trumpi ka një strategji tjetër, do ta pasifizojë komunitetin evropian, bashkimin evropian, të jetë lojtari në këtë loje, kita do dominoj edhe kështu të vazhdoj. Pandaj për këtë moment unë po pres fitim ose fitim, sepse Rusia po e mori Ukrainën, edhe nuk do të ketë problem Amerika për Groenlandin. Këtu vetëm problemin ekonomik ose sikletet ose revolucionet politik të të bëhen bashkimin evropian, edhe këto zhurmat po vjen sepse I kanë ndjer nga politika gjermane ose nga politikantët franqeze.
Qartë. Zoti Bora, nga ana tjetër, në kushtet kur Rusia kërkon këtu lëshime territoriale përpara se të vendoset armëpushimi, sa hapësirë reale ka Ukraina për kompromis pa cënuar kështu sovranitetin e saj? Nuk u dëgjova edhe një herë akoma. Atëherë, në kushtet kur Rusia kërkon lëshime territoriale, pra kjo të ndodh para armëpushimit, sa hapësira reale ka Ukraina për kompromise pa cënuar sovranitetin e saj, pra pa lëshuar territorë? Këtu për Ukrainën, pas kësaj, në tavolinë të tulen, edhe kjo të delegohet edhe me garancinë Trumpit, ose garancinë komunitetit evropian, edhe këtu të jetë organizatori i lojës një antar tjetër, Turkia, sepse disa herë këto takimet u bën në Stamboll, edhe në Stamboll morën shumë kalim. Mendoj po të jetë garantori ose organizatori Turkia, edhe Amerika, edhe komuniteti evropian më mirë të ndjehet, sepse në në tyrezën karshi është Putini, edhe Putini është njeri shumë i strategjik, edhe politik strategji shumë kontrolon të fuqishëm, vetëm këtu me Erdoganin edhe me Putinin kysh një bisedë të bëhet, edhe kysh një dalje të hapet, këtë të të shikojmë. E qartë. Ndërkaq, me rifillimin e bisedimeve të drejtë për drejtë në Abu Dhabi, sa ndikim real kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një ndërmjetës dhe a mund të prodhojë ndërkaq kjo një kthes konkrete në këtë konflikt pra midis Rusisë dhe Ukrainës? Vërtet, Rusia me Ukrainën, po të ketë këto lidhjet, këto takimet për pake edhe për të funduar luftën e Ukrainës, edhe në Abu Dhabi ose gati gjithë anës e botës, këto të vinë ato mbështetjet ose ato ndihmat, ato planet strategjike, step by step të të kalojnë edhe këto jo për një vjeqare, më të pak të 5 vjeqare ose 10 vjeqare të të kalojë, edhe të të kontrolojnë, të të dominohen, jo vetëm nga Amerika, edhe nga Bashkimi Evropian. E qartë, zoti Bora, nga ana tjetër, duke marrë parasysh rëndësinë strategjike të termocentralit bërthamor të Zaporizhzhia, sa rrezik për sigurinë europiane paraqet vazhdimi i kontrollit nga ana e Rusisë mbi këtë objekt? Rusia vërtet ka një profesion shumë të lartë me këto termocentralet me të gjithë, edhe një central po e ndërton edhe në Turqi, në anës Detizi, edhe ka shumë iniciativ. Këto 100% po ndërtohet nga Rusia, vetëm kontrollimi ose sigurimi kështu bëhet gati gjithë anës të botës, ose ato që ndërtojnë në Turqi, kështu kontrollojnë, sepse të gjithë ata inxhinerët ose ata njerëzit që janë me profesion shumë të lartë ose drejtorët, këta nuk dihen, janë inxhiner ose janë ushtar me profesion ushtarak, këto nuk dihen, këto ditat të t'i tregojnë për këtë moment. Qartë. Mirë, zoti Bora, për të mbyllur, pyetja e fundit, nëse një takim midis Volodymyr Zelenski dhe Vladimir Putin do të realizohej, cilat do të ishin temat më të vështira që mendoni se do të jenë për të zgjedhur dhe ku pritet ndoshta të ngecin dhe negociatat mes Rusisë dhe Ukrainës? Mendoj Ukraina me Rusinë të të mbarojnë këtë luftën, vetëm Putini ka një Trumpi ka një strategji ekonomik, sepse do të nxjerrë të gjithë ato problemet të dollarit, të euros, nga të gjithë anës e botës, do të jetë
dollar elektronik ose me këto metalet të çmuara me të gjithë, sepse edhe kjo i kemi ndjerë këtë zhurmët, sepse ari, argenda ose bakri ose të gjithë këto metalet të çmuara ditë për ditë, jo 1%, disa ditë 3%, 5% po lartësohet edhe në fund të vitit vetëm ari afërsisht për një vit 150%, argenda 300% dhe bakri ditë për ditë me shumë vlerë po lartësohet. Këto një revelacion të bëhet, e dim vetëm mendoj kjo revelacion të bëhet ekonomik edhe të kontrollohet nga Amerika.